Gjykata kushtetuese ka vendosur moskalimin e ankimimit të ish kryebashkiakut të Kukësit Safet Gjici, që kishte kërkuar pafajësi. Kolegji i kushtetueses ka vendosur që çështja e Gjicit të mos kalojë për shqyrtim të thelluar në seancë plenare. Ish kryebashkiaku i Kukësit Safet Gjici i ishte drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën për pafajësi dhe rigjykim të çështjes së tij nga gjykata e posaçme antikorrupsion me një trup tjetër. Safet Gjici në qershorin e 2024 u dënua nga gjykata e apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar me 4 vite e 6 muaj burg për akuzën e korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, Gjici u vendos të kryej 3 vite burg. Më vonë, ai u lirua nga burgu dhe pjesën e mbetur të dënimit e përfundoi në masën e arrestit shtëpiak. Gjici qëndroi në qeli 23 muaj, ndërkohë ai u arrestua qershorin e 2023 pas publikimit të videos intime të ish kryebashkiakut në ambientet e zyrës në bashki.